Përshëndetje të gjithëve, unë jam Iliriana dhe jam nga Shqipëria e Veriut. Jetoj në Australinë e Perëndimit, në qytetin Perth, që prej rreth 17 viteve. Ky është episodi 10 i podcastit tim që quhet Ti je një thesar, por episodi i parë në gjuhën shqipe. Shpresoj që ky episod titulluar Më shumë se fitimtare në Jezusin të ju bekoj fort. E zgjodha këtë titull sepse para se të pranoja Jezusin në jetën time, jam ndjerë gjithmonë e mundur dhe e humbur. Kjo frazë është shkëputur nga një varg biblik që gjendet tek Romakët, kapitulli 8, vargu 37, ku thuhet: Por, në të gjitha këto gjëra, ne jemi më shumë se fitimtar për hir të atij që na deshi. Unë vi nga një familje muslimane, por në vitin 1996, gjithçka shumë e veçantë dhe e jashtëzakonshme ndodhi në jetën time. Vendosa të bëhem i krishterë. Vendosa të jap jetën time Jezusit. Lind pyetja: pse ndërrove besimin, Iliriana? I lutem më lejoni të ndaj me ju dëshminë e jetës sime. Unë jam me origjinë nga fusharësi i Pukës, në veri të Shqipërisë. Kam shpenzuar shumicën e jetës sime atje deri kur martova dhe erdha këtu në Australi. Unë kam 2 vëllezër, 2 motra, mamin, por babi im ka ndërruar jetë para pak vitesh. Fëmira ime ka qenë shumë e thjeshtë, por shumë domethënëse dhe me plot kuptim, pavarësisht se nuk kishte kuptim për mua atëherë. Ne në shtëpinë tonë nuk kemi pasur televizor apo lodra siç fëmijët e sotëm kanë. Mbaj mend, deri në moshën 14 vjeçare, nuk kishim televizor dhe një herë në vit mblidheshim tek shtëpitë e kushërinjve për të parë televizor për vit të ri. Ishte diçka që e prisja me padurim gjatë gjithë vitit. Gjithashtu si vajzë e vogël, luaja me kukulla, me lecka dhe gjithashtu kam kaluar gjithë fëmirin time me plot njerëz rreth rrotull meje. Ushqimet që hanim ishte i thjesht, rrobat që vishnim ishte të thjeshta dhe jeta që jetonim ishte e thjeshtë dhe pa komplekse. Si fëmijë, njerëzit dhe dashuria e familjes nuk më kanë munguar, por jam rritur duke besuar që unë nuk jam mjaftueshëm. Unë jam e shëmtuar, unë jam kot në këtë botë. Ne ishim familje e madhe dhe jetonim në një shtëpi ku mami dhe babi i kishin ndërtuar në vitet 70. Rreth kohës sime të adoleshencës, mbaj mend që fillova të mendoj më tepër dhe më thellë për jetën dhe të ardhmen time. Sa më shumë që mendoja për jetën dhe të ardhmen, aq më shumë e mërzitur dhe pa shpresë ndjesha. Çdo gjë më dukej kot, çdo gjë rreth meje dukej errët për mua dhe shumë gjëra nuk kishin kuptim fare në perspektivën time. Kisha një mërzi të pashpjegueshme dhe shija ëndra të frikshme. Siç e theksova më sipër, isha në një mërzi të thellë dhe të pashpjegueshme dhe rreth moshës 16 vjeçare fillova të pyes veten çdo ditë: çfarë kuptimi ka që unë të jetoj dhe të jem në këtë botë? Në atë kohë nuk është se fjala depresion përmendej, por tani e kuptoj që gjatë asaj kohe kam qenë në një depresion të thellë. Kur isha akoma në shkollën e mesme, isha shumë e pasigurt për jetën dhe të ardhmen time. Ndoshta gjërat kanë ndryshuar në Shqipëri, por në atë kohë, në vitet 90, kur ti mbaron shkollën e mesme, ose shkon në universitet, ose martohesh. Këto ishin pritet nga familja dhe e tillë ishte kultura atëherë. Kisha shumë frikë për të ardhmen. Gjatë asaj periudhe disa të huaj kishin ardhur në fusharës për të rregulluar spitalin dhe 2 motrat e mia filluan të shkojnë me qëllim për të komunikuar dhe mësuar anglisht. Pas disa kohëve, motra ime e madhe më ftoi që të shkoja edhe unë dhe filloi të më tregonte se si Zoti e kishte prekur jetën e saj. Më thoshte vazhdimisht që kishte përjetuar një gëzim të papërshkrueshëm dhe që nuk e kishte ndjerë këtë gëzim asnjëherë më parë. Unë refuzoja në mënyrë të vazhdueshme. Biles edhe për motrat e mia, unë isha kundra të shkuarit në takime lutjesh dhe kishe, dhe shpesh i kritikoja motrat e mia dhe ju thoja që nuk duhet të shkonin atje sepse ato janë muslimane. Ditët, javët, muajt kalonin dhe unë vazhdoja të kisha të njëjtin qëndrim. Nuk doja të shkoja në kishë,
nuk kisha dëshirë të ndërroja besimin. Nuk kuptoja asgjë në lidhje me këtë lloj besimi që motra ime po më prezantonte. Mbaj mend, në pranverë të vitit 1996 ishte e diel, mëngjes, zakonisht ngrihesha shumë vonë të dielave, por në të mëngjes u ngrita shumë herët. U bëra gati për të dalë. Motra ime e madhe më pyeti: "Pse je zgjuar kaq herët? Ku po shkon? Ti zakonisht nuk ngrihesh kaq herët të dielave?" I thash: "Do vi në kish sot," me kokën ulur. Ajo më hodh në qafë dhe më tha: "Jam shumë e lumtur sepse jam lutur për ty." Fillova të shkoj në kish, por kisha një luftë të pa imagjinueshme brenda meje. Pavarësisht që akoma ndjesha bosh brenda meje, duke qartë që Zoti kishte një plan për mua, sepse vazhdova të shkoj çdo javë. Gjatë asaj periudhe, unë akoma isha në shkollë të mesme dhe isha në vitin e fundit të gjimnazit. Në një prej shërbesave të dielës, unë takova një vajzë nga një fshat afër fusharësit. Ajo më pyeti nëse isha interesuar që të shkoja në shkollë biblike. Unë i thash, po, pa pyetur askënd dhe as vetë nuk e di se si i thash po, duke konsideruar rrethanat dhe faktin që unë nuk kisha larguar kurrë nga qyteti im vetëm. Ajo më dha një formular dhe më tha: "Plotëso këtë formular dhe të ta jap një përgjigje pas disa muajve nëse aprovohet." Pas disa muajve, ajo vajza besimtare erdhi te kisha jonë dhe më tha që jam pranuar në shkollën biblike. Bisedova me familjen dhe në shtator të vitit 1996 shkova në Tiranë dhe fillova shkollën biblike tek Fjala e Jetës. 2 muaj pas të shkoja në Tiranë, u paksova në ujë dhe Zoti kishte filluar të bënte një punë të mrekullueshme brenda meje. Për herë të parë në jetën time, fillova të kem shpresë për të ardhmen time dhe qëllime për jetën. Zoti siguroi gjithçka për mua gjatë shkollës biblike dhe jeta ime filloi të ndryshojë në mënyrë dramatike në kuptimin e mirë të fjalës. Fillova të kuptoj arsyen pse jam në këtë botë dhe se si Jezusi erdhi nga qielli në tokë dhe e vdiq për mua dhe u ringjall, dhe se si ai është rruga e vetme për tek Perëndia. Dua të theksoj edhe një gjë tjetër. Para se të pranoja Jezusin në jetën time, unë krijoja poezi për natyrën, pemët, dhe çdo poezi që krijoja ishte me ndjenja pesimistike. Pasi ja dhash jetën time Jezusit, natyra e poezive të mia ndryshoi dhe çdo poezi ishte në lidhje me Zotin dhe se si ai më shpëtoi nga pesimizmi, do të thoja. Më lejoni të lexoj një poezi të shkëputur nga libri im i parë me poezi Fal, që shpjegon se si jam ndjer atëherë. Të prita. Ti përgjigjesh thirrjes sime të prita, por ti asnjëherë s'më drejtove. Të më kërkosh çlirim, të prita, por ti kur tek unë s'u përqendrove. Të prita, kur s'u lodha, sytë mi mbajta tek ty. Të prita të më lutësh për bekim, nga unë largoheshe dhe eci gabim. 17 vite të prita, ty e dashu Ilirian, zemra ime shumë e gëzua, kur besove në lajmin që të than. Me ëngjël në sqiell festova, u gëzova aq shumë sa s'mund ta kuptosh. Largohu nga planet e tua, planet e mia e ja të përnososh. Jep ma zemrën plotësisht, të vetmin birë të dhash, nëse dëshiron të më bindesh, zbato urdhërimet që të thash. Shpirtin tim ta dhash, ty të ngushëlloj, rishgjuar me mua në falënderim, se për të ardhmen tënde kam shumë bekim. Diçka sot po të kërkoj, që të parin të më kesh, në pasuri dhe në asgjë tjetër, bekimet që janë tek unë nuk do t'i gjesh. Një gjë tjetër kërkoj nga ti e dashur, vazhdoje këtë rrugë që ke nisur. Deri në fund të botës do jem me ty, kur s'kam për të braktisur. Miqtë e mi shqiptar kudo që ndodheni, ndoshta ju keni kaluar shumë sfida dhe nuk ndjeni të denjë të shkoni para Zotit. Ndoshta e kaluara juaj është aq e zymt dhe ju nuk dini se ti vazhdoni të ecni përpara. Ndoshta ju nuk besoni fare në Zotin. Ju kuptoj shumë mirë. Kam pasur momente kur nuk kam besuar në Zotin dhe gjithashtu edhe kur kisha momente që besoja, një zë më thoshte në mënyrë të vazhdueshme:
Zoti është i shenjtë dhe ti je mëkatare, kështu që Zoti është shumë larg teje dhe ai kurrë nuk do të dëgjoj. Kam luftuar shumë me mendime të tilla, por kur unë e pranova Jezusin, e kuptova që të gjitha këto ishin gënjeshtra dhe se Zoti është dashuri, prandaj ai dërgoi birin e tij të vetëm të na shpengoj, shliroj dhe shpëtoj. Miqtë e mi, e vërteta është që Zoti të do dhe të pranon ashtu siç je. E vërteta është se të gjithë kemi rënë nga lavdia e Atit. Askush në këtë botë nuk është i denjë të shkojë përpara Atit, dhe për këtë arsye Zoti dërgoi Jezusin që të bëhet urë për ne. Jezusi tha tek Gjoni, kapitulli 14, vargu 6. Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati veç se nëpërmjet meje. Jetojmë një botë ku çdo gjë rreth nesh shpesh mund të jetë kaotike, por më lejo të ndaj lajmin më të mirë për ty. Jezusi të do dhe ai erdhi në këtë botë për të shpëtuar ty, për të dhënë shpresë dhe një të ardhme të mrekullueshme. Siç e ndava me ju më sipër, mua më mori ca kohë të vendos që të pranoj atë, të ndjek atë, të eci me të. Është koha që të fillosh të mendosh për të ardhmen tënde, është koha të reflektosh në zemrën tënde. Është një pjesë e zemrës tënde që ka formën e Zotit dhe vetëm Zoti mund ta mbush atë pjesë të zemrës tënde. Pyetja ime për ty është kjo: a do vazhdosh të ecësh në errësirë apo sot do vendosësh ti thuash po Jezusit? Unë nuk të premtoj që problemet e tua do mbarohen, por për një gjë jam e sigurt. Nëse ndjek Jezusin në rrugët e tij, ti do e ndjesh gjithmonë praninë e tij në jetën tënde dhe nuk do të ndjesh kurrë vetëm. Të lutem përsërit pas meje, nëse ke dëshirë të fillosh këtë jetë të re me krijuesin tënd që të ka dashur përpara se bota të krijohej. Lutja e shpëtimit. Zot, unë të falenderoj që dërgove Jezusin që të më jap mua jetë me bollëk. Unë të lutem ty sot të falësh mëkatet e mia dhe të harrosh të kaluarën time. Unë hap zemrën time sot të pranoj ty si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Në emrin e Jezusit të lutem dhe të falenderoj. Amen. O shqiptar të bekuar, ju jam shumë e njohur që dëgjuat serinë e 10 të Ti je një thesar podcast. Të lutem ndjehuni të lirë t'i bëni subscribe këtij podcasti në YouTube, Spotify, Applecast dhe Simplecast. Zemra ime është që sa më shumë njerëz të shpëtohen dhe të gjejnë qëllim për jetën, dhe këto gjëra të çmuara mund të gjenden vetëm në Jezusin, shkëmbin tonë të shpëtimit. Ai ju do shumë dhe ai ka plane të mrekullueshme për jetën tënde. Perëndia është dashuri. Ti je një thesar për të. Ec me të. Vazhdo këtë udhëtim me të dhe kur mos na lësë besuar në të. Çdo gjë dhe çdo njeri herët apo vonë do na shgënjej, por Perëndia nuk do na shgënjej kurrë, sepse ai është i përsosur. Jezusi premtoi në fjalën e tij që ai nuk do të na braktisë kurrë dhe se ai do të jetë me ne deri në fund të botës. Unë kam jetuar aq shumë si humbëse, por që kur gjeta Jezusin, apo më mirë të them që kur Jezusi më gjeti mua, jetoj çdo ditë një jetë në fitore, sepse Jezusi është në anën time dhe unë jam më shumë se fitimtar në të, siç Bibla e thot qartë. Kujto që ti je shumë i çmuar, ti je një thesar në sytë e tij. Ja ku po mbyll serinë e 10 të Ti je një thesar podcast me një poezi të shkurtër e shkëputur nga libri im i parë me poezi, Fal. Zoti gjendet në qiellin e pastër, Zoti endet në erën që fshfërin, Zoti ecën mbi dallgët që shkumëzojnë, Zoti banon në zemrat që e kërkojnë. Amen. Bekime të gjithëve. Iliriana.